të tilla. Do të ndrojmë tani temë të informacioneve. Sonte deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje janë bërë bashk për të shijuar iftarin e parafundit të muajit Ramazanit. Më shumë detaje për këtë do të na tregoj gazetari Arjeta Sinani, që gjendet pikërisht tek vendi ku ata janë mbledhur. Arjet, përshëndetje. Kush prej deputetëve ka ardhur aty? Apo në fakt a ka ardhur kryeministri Albin Kurti apo jo? Faleminderit shumë. Atëherë iftarin e përbashkët e kanë shijuar sonte deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, kjo me iniciativën e shefës së grupit parlamentar të kësaj partie, pra Mimoza Kusari Lila, e cila ka organizuar një iftar të përbashkët me deputetët e kësaj partie. Ajo çfarë vlen të përmendet është se bëhet fjalë vetëm për deputet, pra iftari ka qenë i shtruar vetëm për deputet e kësaj partie, jo edhe për persona ose për zyrtar të tjerë të lartë të kësaj partie, përfshirë këtu ministra të kryeparlamentarin e kryeministrin e Kosovës, pra nuk ka pas pjesëmarrës në këtë iftar nga pozita të tilla, pra persona, derisa ne kemi qëndruar këtu ku është i shtruar iftari edhe para kohës iftarit, dhe kemi parë që në këtë iftar pra nuk është të kanë marrë pjesë të gjithë deputetët e kësaj partie, janë vetëm disa prej tyre, përfshirë këtu do të thotë shefën e këtij grupi parlamentar Mimoza Kusari Lilën, po ashtu deputetët si Ndriton Hyseni, Fitim Haziri, Adnan Rusteme, po ashtu edhe disa deputetë të tjerë, do të thotë nuk është se kanë qenë një numër i madh i deputetëve kësaj partie, po ashtu edhe disa pjesëtarë nga stafi i partisë pra të Lëvizjes Vetëvendosje. Iftari është shtruar vetëm pak disa kilometra larg nga kryeqyteti, më saktë në fshatin Bërnis, në njërin nga restorantet që është në këtë hapësirë, dhe edhe në momentin kur ne po flasim, pra ata janë duke shijuar iftarin ende atje, pasi që vetëm pak minuta para se të ishim live këtu, ne kemi qëndruar tek deputetët, pra ku janë duke ngrënë iftar, ndërsa vlen të përmendet se edhe pse ka qenë një numër i vogël në fakt e deputetëve që kanë qenë pjesëmarrës në këtë iftar, iftari nuk ka dështuar, pasi që ata kanë shijuar, mirë po kështu nuk ndodhi pra edhe gjatë ditës ose në pjesën e paraditës, kur në mungesë të kurumit nga deputetë të kësaj partie, pra seanca e cila ishte parapar të zhvillohet për ditën e sotme, pra ka dështuar. Kjo që vlen të përmendet është se këtu nuk ka qenë pra iftuar ose nuk ka qenë pjesëmarrës edhe kryeministri i vendit Albin Kurti, ashtu siç kemi parë ditëve të fundit që ka qenë iftuar në për disa iftara pra të ndryshëm, dhe po ashtu vlen të përmendet se në këtë iftar kanë qenë të ftuar të gjithë deputetët pa dallim, ata që kanë agjëruar dhe ata të cilët nuk kanë agjëruar.